Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walah. Të respektuar teleshikues ku do jeni, ju përshëndesim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni joni përjavshëm, ku ne takohemi për të shtjelluar ndonjë ngjarje që Allahu xhallal xjalaluhu e ka parapa dhe e ka përshkruar ose na ka sjellur në librin e tij. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Kush është më mirë se Allahu që ditë të tregoj dhe është më i sinqert dhe më i sigurt që të merret fjala e tij. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Është edhe po ashtu kush i ka fjalët më të sinqerta dhe më të vërteta se Allahu xhalla xjalaluhu. Rrëfimet e tij në librin e tij janë mësim për ne dhe natyrshëm të gjitha ajetet e Kuranit kanë peshën dhe rëndësinë e tyre, secili në fushën e vet, secili hoxh kur shpjegon nga libri Allahu xhalla xjalaluhu asnjëherë nuk devijon derisa i përmbahet fjalës së tij. Natyrshëm, ndonjëherë fjala e Allahut ka vend që të shoqërohet edhe me pjesën tjetër të shpalljes që është suneti, pra që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka marrë informata të cilat ai nuk i rrëfen nga mendja e tij e lirë, por in huwa illa wahyun yuha, padyshim është shpallje që atij i shpallet. Dhe rrjedhimisht pra informatat që i kemi nga Allahu në Kur'an ose nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam janë jashtëzakonisht për ne të nevojshme, edhe për gjithçka tjetër, sidomos ato që kanë të bëjnë pra me anën ligjore, me anën normative, rregullative e tjera. Por kur jemi tek ngjarjet, sidomos tek tregimet, tek narracionet që vijnë për popull të caktuar, për njerëz të caktuar, e në këtë rast edhe për profetët e Allahu xhalla xjalaluhu, ato më së miri i gjejmë në librin e Allahut. Dhe për këtë edhe emisioni jon pra sillet rreth kësaj dhe është quajtur popujt e Kuranit. Ne takohemi edhe kësaj radhe për të rrëfyer nga tregimi më i bukur që Allahu e ka quajtur në Kur'an, që nga ky tregim është vështirë njeriu që të ndahet nga kënaqësia që të sjell kurdo që e lexon. Edhe për mua që jam këtu para jush, që e kam mësuar këtë ngjarje që në fëmijëri të hershme, e kam pa këtë ngjarje, kam dëgjuar nga babai dhe nga hoxhallarët e tjerë, e pastaj e kemi mësuar edhe në shkollimin tonë të mesëm e më vonë. Por sinqerisht ju them, edhe kur përgatitemi për këtë copë të emisionit dhe të kohës që të ndaj me ju, kjo ngjarje vërtet të kthen shumë informacione por edhe shumë ndjenja të veçanta, sepse jo rastisht Allahu i ka dhënë epitetin si ngjarja më e bukur, rrëfimi më interesant në Kur'an, pra, dhe është me detaje të shumta dhe e përmbledhur në një sure, pra është fjala për Jusufin alayhis salam, Jusufi alayhis salam, pra që nga fëmijëria e tij, rritja e tij, zhvillimi i tij kishte etapa të ndryshme, të cilat pasi Allahu i ka përmendur, ne nuk është në rregull që ato ti kalojmë pa i marrë mësime, sepse në secilin prej tyre ka mësime, jo që ne duhet të nxjerrim patjetër diçka nga ato mësime, por janë mësime të jetës, janë mësime bashkëkohore, janë mësime që ne na nevojiten dhe mendoj edhe në strukturime të ndryshme edhe hoxhallarëve për ligjërimet e tyre ju duhen këto mësime. Edhe politikanëve do të shohin pra nga Jusufi alayhis salam do të nxjerrin shumë mësime të arta, edhe njerëzve të rëndomt kur është në pyetje balancimin mes të egos, të epshit, të pasionit, të dëshirës, ta themi shtazarake që ka njeriu nga njëra anë dhe të arsyes dhe mbulimit të këtyre dëshirave me atë që është e nevojshme ose e pa nevojshme, e duhur ose e pa duhur, e mirë ose e keqe, pra kjo është te Jusufi alayhis salam. Jo pse vetëm Allahu e ka rrëfyer ngjarjen e tij në Kur'an, por edhe kjo tjetra është
ai hadithi i famshëm kur thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, 7 kategori të njerëzve do të jenë nën hijen e arshit të Allahut në ditën kur nuk ka hije pos hijes tij. Pra, ky hadith natyrshëm kur rrëfehet, kur tregohet për ditën e gjykimit, nuk është kjo nga popujt e Kuranit, por po dua të lidhet me lëndën e besimit atje. Njerëzit do të kuptojnë se para Allahut do të ndalim të gjithë. Nuk ka kodra, nuk ka mane, nuk ka hije, nuk ka dhe ndërtesa, pra, dhe nuk kemi ku të gjejmë strehim atë ditë nga dielli që është përcëllues dhe jemi duke pritur llogarin. Është ditë e gjatë shumë, është neveri në gjitha anët në kuptimin, nuk di se çfarë po të pret, nuk e di ti se veprat e tua kur dalin në peshore se sa peshojnë. Ti e di se ke mbjell një arë me grur, por nuk e di sa ka qenë i bereqetshëm, derisa të korret dhe të mbushet thast dhe hambaret me atë grur. Pra, kësisoj edhe veprat e tua, sa kanë qenë prej tyre të mira, sa kanë qenë prej tyre të pranuara. Pra, kjo është e mundimshme. Njeriu në këtë botë, nxënësi, studenti, kur hyn në një provim, po të pyetet dëshira e tij, do të ishte që brenda pak minutave të merrte rezultatin. Ai e di vetë se çfarë ka shkruar dhe i ka pa pyetjet aty, dhe ndonjëherë e nuhat se ka shkruar mjaftueshëm për të marrë notën kaluese, ose e kundërta, është plotësisht i bindur që ai nuk ka ta merr atë notë kaluese, por megjithatë rezultatet janë ato që e bëjnë të qartë rrugën. Dua të them pra njerëzit mezi presin në ditën e gjykimit që të dinë se cila është e ardhmja e tyre. Në këtë rast do të gjendet një hije. Mirë po, jo të gjithë njerëzit kanë mundësi që të strehohen dhe të hyjnë nën atë hije. Aty janë 7 kategori të njerëzve që do të mund të hyjnë atë hije. Dhe secili prej neve ka kërshëri të hatashme, të di dhe të kuptoj se a thua cilat janë ato kategoritë njerëzve. A mund të jem unë ndonjëri prej tyre? A mund ta gjej veten tek ndonjëra kategori? Dhe mjafton që ti po ngjash në njërës kategori. Unë nuk dua që këtë hadith ta shpjegoj sepse shpjegohet shumë edhe në forma të ndryshme, edhe në këtë kanal, pra për të mos marrë shumë nga koha juaj, por shumë rëndësi të përmendim këtë profetin ton që e kemi tani në fjalë. Çfarë thoni nëse na tregohet dhe na thuhet se Jusufi a.s. e meriton të jetë në hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit nga të 7 kategoritë. Është pra njeri unik. Ai e ka merituar që të jetë nga gjitha anët e ndërtimit të personalitetit të tij. Aty përmendet kategoritë ndryshme, kategoria që lidhet me ibadetin, që lidhet me dashurinë për namazin dhe xhamin, kategoria që lidhet me raportet ndërmjet njerëzve, kategoria që ka të bëjë me Allahun xhalla xhelaluhu, pra që kur përmendet Allahu i mbushën syt me lot, pra ka jashtëzakonisht respekt për te. Janë kategori që ruhen nga mëkatet, kategori që ka të bëjë pra me udhëheqjen e drejtash, me politikën edhe menaxhimin e njerëzve, e atyre që i kenen pushtet e tjera. E Jusufi në gjitha këto bën pjesë. Në gjitha këto është njeri që mund të merr epitetin se ai si udhëheqës i drejtë, si djalosh i ri që ka qenë i devotshëm, si njeri që ka qenë i lidhur për ibadetin, si njeri që ka dashur dikon për hir të Allahut, si njeri që është ruajtur nga mëkati e tjera, pra të gjitha kategoritë, pa përjashtim Jusufi është prezent aty. Andaj, kjo ngjarje ne na bën shumë të ta dojmë edhe më shumë Jusufin, respektivisht në tregimin për te. Allahu xhalla xhelaluhu në surën që e ka dhe emrin e tij na i rrefen ato ngjarje. Ne në herën e fundit në
hallkën e fundit në emisionin e kaluar, jemi ndalë tek momenti kur gruaja e ministrit, po e quajmë, pra, ishte ajo që tentoi të bënte imoralitet me Jusufin a.s. por ai e refuzoi. E refuzoi, mirë po në ato momente kur ajo e kishte mbyllur dyrt, u dëgjua zhurma dhe arriti i Zoti i shtëpisë aty dhe ajo pa kurfar turpi e tha këtë fjali: ma jaza'u men arada bi ahlike su'an. Dhe çfarë ta mërmendja që duhet të bëjmë me atë njeri që deshit të keqen ndaj gruas tënde. Pra e akuzoj me njëherë. E akuzoj dhe nuk ishte as pak e drejt në atë të rrëfente të tregonte se si ishte ngjarja. Ajo pra tentoi, ajo organizoi, ajo mbylli dyrt, ajo ja kishte vu syrin Jusufit a.s. dhe ishte qad shaghafaha hubba, ishte dashuruar së tepërmi në Jusufin a.s. Megjithatë kur erdhi momenti dhe ai refuzoi, ajo ja që në refuzimin e Jusufit a.s. ishte të jetë e pakënaqur sa tentoi të përdorte edhe në një farë me dhunën ndaj tij, pra që ai medomos të bënte veprën e imoralitetit, por Jusufi a.s. nuk e bëri gjë të tillë. Megjithatë ai pra Jusufi a.s. kur u gjend në atë situatë, ajo ju drejtua burrit: çfarë mendon, çfarë duhet të jetë prej dënimit një njeri që dëshiron të keqen ndaj gruas tënde? Illa an yusjana aw adhabun elim. Përpos që të burgoset ose ndonjë dënim tjetër i dëmshëm. Është interesant pse ajo tash jep verzionin e dënimit. Çfarë mendon ti, çfarë duhet të dënohet secili njeri? Do të thoshte vrasja. Ai që tenton të prek nderin tim, nuk kam kohë që të qeroj hesape unë me te. Nuk kam kohë që të shoh se cili është fajtori. Edhe nëse gruaja ime e kaftuar atë, atëherë megjithatë, kë nuk është dashur të shkoj, kë nuk është dashur të përgjigjet asaj, kë është gjendur në shtëpinë time, etj. Pra këto fjali do të ishin të logjikshme, ti thoshte burri i Zulejhas në këtë rast, ministri, pra. Mirë po, në këtë rast ajo tash ka frikë se ati do t'i shkojnë mendjet të vrasja dhe ajo nuk e do vrasin. Nuk e do vrasin sepse ajo do t'a vazhdoj rrugtimin e saj, do t'a realizoj synimin e saj, do që një ditë t'a ketë në shtrat Jusufin, sepse nuk është një tentative e momentit e cila dështova dhe tash të humbim të rastin. Ajo pra ishte ngarkuar me dashuri ndaj Jusufit a.s. Dhe ajo tash e jep vetë një verzion të përpos nëse e burgosi, që në një farponëve të mbetet gjallë dhe të ketë ndonjë rrugdalje që një ditë prej ditëve të atakoj përsëri Jusufin a.s. Mirë po, Jusufi a.s. natyrshëm do të mundohet të mbrohet, por kush si të mbrohet kur ai është rob, kur ai është njeri që nuk i shkon fjala në atë rast. Qala hiya rawadatni an nafsi. Ajo thot mua më ka shtyr në mëkat. Thot wa shahida shahidun min ahliha. E aty thot janë dy versione, qëllon dikush nga familja e saj. Thuhet, aty ka qenë një foshnjë, të cilës Allahu i ka dhënë mundësinë, mrekulli pra, që të flasë ajo foshnjë dhe të dëshmoj për realitetin se si ka mbizotruar në ato momente në shtëpinë e ministrit. Mirë po, kjo është një verzion. Verzioni tjetër është se aty bashk me ministrin të quajmë të financave,
tani do t'jetë edhe i afërmi, kushëriri, djali i Axhës së Zulejhas, pra ka qëllu dhe ka hyje. Edhe ai thot shumë me qiltërsi, që ai në fakt e thot fjalin e vërtet, thot, po kjo është çështje e lehtë. In kana qamisuhu qudda min qubulin, fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Pra atë nuk bëhet fjalë për një debat që ka ndodhur mes Jusufit dhe asaj, se do të kenë imoralitet apo jo, dhe ai debat verbal me gojë. Pra është thjesht kush mund të flasë, e thot të vetën dhe e thot në mënyrë të sinqert, apo gënjen kush është ai që ne kemi aftësinë t'ja vërtetojmë atij fjalë që po i thot. Jo. Mirë, po aty kishte edhe shenja. E kur ekzistojnë shenjat, pra, kur ekzistojnë në këtë rast argumentet faktike dhe në një mënyrë apo tjetër, forenzika tash e ka mënyrën që do të fletë më mirë se sa deklaratat e palëve që natyrshëm do të gënjejnë, natyrshëm do të mundohen të alargojnë të keqen nga vetja dhe do të mundohen që të tregohen të pafajshëm në çfarë do situate. Në rastin e këtill, ai e thot kështu, gjesa kem këmish të leckosur, pra, sepse i tregohet, aty shihet se ka pas pra edhe ngacmim fizik. Atë ngacmimi fizik do të duhet të dihet se kush kën e ngacmon. Le që këtu nuk kemi të shqyra teshat e Zulejhas, që po të ishte ngacmimi nga burri në këtë rast, nga Jusufi, dhe ajo do të mbrohej, atëherë këtë do të shqynte teshat. Kështu ndodh dhuna ose dhunimi ndaj një gruaje, kur kë e sulmon. Për çfarë do arsye, e mos lasëm për arsye për atë imoralitetit, të marrëdhënieve intime e tjera. Mirë, po këtu është e shqyr këmisha, veshja, këmisha, kur thuhet pra është fjala edhe veshja e tërësishme, sepse ju e dini që burrat veshen në dy mënyra, njëra është njëra për këtyre që ne e kemi, pra njëra metodë është që të vesh nga dy pjesë, nga pjesa e lartë dhe e ulët, pra, sikur që themi pantallona dhe këmishë. Dhe mundësia dytër është që të veshin me një veshje, pra, sikur që janë në botën arabe sot, por jo vetëm, edhe në shumë popull dhe në shumë kohra ka ndodhur që njerëzit janë vesh me një veshje, pra, që të jetë e tërësishme. Edhe jo veshja e tërësishme quhet këmishë, në fakt. Ne i themi fustane, gelabie, emrat të ndryshëm, por në gjuhën arabe madje do t'i thuhet në gjuhë të pastër, është këmisha në fundit. Dhe ai e ka këmishën të leckosur, e ka të shqyr. Ai thot kështu, nëse këmisha e tij është shqyr nga para, fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin, ajo pra ka të drejtë, çka po thot, sepse ajo duke u mbrojtur, pra, e ka shqyr këmishën e tij nga ana e përparme, dhe ai është gënjeshtar. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin. Dhe në versionin e kundërt, nëse këmisha e tij është shqyr nga mbrapa, atëherë ajo ka gënjur e ky është nga të sinqertit. Falamma ra'a qamisahu, do të thonë deri me tani ata nuk I kishin dytë para vetes, pra nuk e kanë pa deri me tani situatën, por ky pra I afërmi I gruas së ministrit Zulejhas I jep këtë sugjerim, thotë ti hy brenda dhe shehe si është situata. Ti e sheh këmishën. Nëse ai ka këmishë të shqyr, dhe nëse këmisha e tij është e shqyr nga para, ai është fajtori. Ai pra nuk po e pranon fajin, po gënjen. Ajo është e sinqert, qysh po rrefen. Por nëse është nga e mbrapa, atëherë ky ka qenë duke vrapuar, sepse nuk do të ishte e mundshme që këmisha e tij të shqyhet mbrapa, duke qenë ky me fytyrë para saj. Por ka qenë kundërta. Dhe rrjedhimisht, edhe figurativisht, edhe fizikisht, kjo do të jetë metodë e zbulimit. Pra s'kem nevojë të dëgjojmë
deklaratat e njëri dhe tjetrit, kur dihet se ato janë kundërthënëse dhe njëri prej tyre padyshim që gënjen. Në rastin e këtij pra, Jusufi alayhis salam, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, kur e shehët këmisha ishte shyer nga mbrapa, qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Ai padyshim tash i thot, o gruzvet, po kjo është nga intrigat tuaja të grave, pra i thot, edhe ju keni intriga jashtëzakonshëm të mëdha. Edhe e bëni veprën, edhe e akuzoni tjetrin se më tha kështu. Është interesante të nderuar teleshikues, edhe sot e kësaj dite, kur jemi te kjo temë ose te gjëra të ngjashme, gjithmonë thuhet të keni kujdes me gratë, sepse në gjuhë popullore thot ta lën kopilin në derë, në kuptimin, pra gruaja është në gjendje që të thret për imoralitet dhe të akuzoj se ti je ai që ke iniciuar, që ti je ai që ke dashur të bësh imoralitet me të, ti je ai, me fjalë tjera, nuk konsideroheshti i pastërt në verzionin e narracionit që do të vendosen para grave. Kështu që edhe në ditët e sotme, gratë për çështje morali shantazhojnë, vetë janë ato që shkruajnë, vetë janë ato që therasin njerëzit për imoralitet, vetë janë ato që hynë në zyre, ndërkaq ato janë shpeshherë misionare, e bëjnë këtë për shantazh, e bëjnë këtë që ai më vonë të shprallohet pak, të duket pak i ktill dhe kështu me radhë, dhe vërtet këtë intrigën e kanë të shquar, e kanë të avancuar shumë, e kanë të theksuar se janë në gjendje që ta bëjnë rastin për vete. Burrat këtu janë më naiv, shumë më naiv, binë në provokimet e tyre dhe aq më tepër këtu kur një burr, pra sidomos ka pozitë ose pasuri, mos e mendo që ditën kur ti fitove njërin ose tjetrën, u bëre burr i dashur për gratë. Jo, ti paratë tua janë të dashura për të tjerët, apo pozita jote tash është ajo që i ka bërë të tjerët që të njohin. Unë e kuptoj se edhe njëra dhe tjetra ta japin famën dhe kur ti ke famën njerëzit natyrshëm që do të njohin më shumë. Mirë po, megjithatë, sa i përket anës tënde në kuptimin natyral, me pas vullnet dashuri dikush ndaj teje, apo mos me pas dashuri, pra me famën nuk lidhet. Sepse plot burra janë që, jo plot, po shumica absolute, janë që nuk kanë famë, nuk kanë para shumë, nuk kanë pozita shumë, nuk janë me diçka të veçantë në shoqëri, por janë të martuar. Dhe ata kur janë martuar, shpeshherë ka ndodhur që iniciativa ka qenë e vajzës, sepse i ka pëlqyer, ka pas karakter të mirë, ka pas bukuri, ka pas trup, ka pas, me fjalë tjera, ato që mund t'i pëlqejë një grua, një vajze, dhe ai është martuar mbi këtë bazë. Pse atëherë nuk ju vërsulen këtij burrit për shembull të caktuar njerëzit kur nuk ishte në pushtet. Atëherë në pushtet ke më shumë gjasa që të provokohesh. E kur të provokohesh, pra, bëhet për qëllime të arritjes së ndonjë efekti në udhëheqjen tënde. Opozita ditë të organizoj edhe këto gjëra. Pra, ti mund të bish nga politika, jo pse nuk menaxhon mirë, po sepse je njeri i pamoralshëm. Dhe del dikush, pra, kemi raste të tilla edhe në nivel ndërkombëtar, edhe në nivel vendor, pra që ndodhen dhe këto nuk përfundojnë asnjëherë. Vazhdimisht janë tema që me gra, me femra mundohen që të luajnë me personalitetin e njerëzve. Mirë po kur është drejtësia është dhe kjo në fakt ministrin në Egjipt, atje të faraonit, e bëri që të jetë i drejtë dhe tha kjo është prej mashtrimeve të juaja, ju gratë, po mashtrimi juaj është i madh. Jusuf, a'rid an hadha. Wastaghfiri li dhanbik. O Jusuf, ti largo pra prej kësaj çështje, ndërkaq ti kërko falje për mëkatin tënd. Inneki kunti minel khati'in, padyshim ti ke gabuar. Madje e thot në gjuhën arabe prej atyre që ke gabuar,
Gabimi është gabim, por mund të jetë i qëllimshëm dhe i paqëllimshëm në gjuhën arabe, varësisht se si e përdorim shprehjen, mund të kuptohet dikush gabon nga e paqëllimta, e dikush e synon gabimin. E këtu e ka përdorur shprehjen konkret që është gabim i qëllimshëm. Pra ti je ajo që ke gabuar qëllimshëm, pra jo pa hiri, dhe shumë lehtë dhe thjesht kësaj të përfundoj kjo. Të shohim pak disa mësime nga kjo pjesë që dietari famshëm Said Qutb në tefsirin e tij nxjerr në pa disa gjëra interesante. Të shohim pas një shkëputje të shkurtër, qëndroni, do kthehemi pas pak. Të respektuar të shikues, rikthehemi për të vazhduar me rrjedhën e emisionit Popujt e Kur'anit. Jemi me Jusufin a.s. dhe paraqitjen e mëkatit para tij e ai si u mbrojt. Në pjesën e parë përmendëm se si në fakt u mundua të arsyetohet ai dhe në fakt përballë arsyetimit ose para arsyetimit e kishte akuzën nga vetë ajo që ishte iniciatore e fajit, e gabimit, pra që të bënte imoralitet, Jusufi kishte një faj që nuk ju përgjigj kërkesës saj dhe ajo derisa tashmë nuk e arriti qëllimin e duhur dhe të njëjtën kohë u zu në flagrant, sepse në ato momente erdhi i zoti shtëpisë në shtëpi, ajo akuzoi, tha ja ky që dëshiron të bëj keq ndaj familjes tënde, çfarë meriton ky për të ikur ndonjë dënimi të rënd, tha përpos që të dënohet të burgoset ose të dënohet me ndonjë dënim të dëmshëm, por nuk e përmendi vrasjen. Qëllimshëm pra sepse ajo synonte që ta bëjë një gjë të tillë. E përmendëm pra mendimtari që njihet në botën islame nga, mund të themi, nga dietarët bashkohor ose pa u ndalë shumë tek çështja e personalitetit tij, për shkak se dikush mund ta konsiderojë ashtu apo dikush ashtu, po të paktën ka një tefsir shumë të mirë në fi dhilal al-Quran për Said Qutb, e sqaron këtë detaj interesant, thot kësaj. Sa me gjaktësi e thot ministri kur e kupton se gruaja ka bërë gabimin. Gruaja ka bërë gabimin, megjithatë e ka bërë gabimin në një njerëz që është duke qëndruar në mesin e tyre, në familjen e tyre. Do të kishte më qenë shumë e logjikshme të thuhet paktën. Tash unë o duhet ta shkurorzoj ta ndaj gruan, o duhet ta largoj këtë personin që ky është i pafajshëm, por tentativë për të bërë mëkat me këtë ka pasur dhe rrjedhimisht një gjë e tillë mund të përsëritet prapë. Ai thot Said Qutb, thot njerëz që ndërtohen mbi baza jo fetare, këtë çështjen e liberalizmit edhe në çështjet e moralit e kanë të teksuar jo vetëm në këtë kohë, thot pra shihe edhe atëherë. Dhe ai më tërheq një paralele se njerëzit që nuk krijojnë fanatizëm për çështjet e familjes dhe pastaj nuk kanë xhelozi për çështjet e familjes, janë njerëz të hapur, por kjo çështje që të jetë të hapur, kjo sjell shumë probleme, sepse as nuk janë në gjendje që ta durojnë imoralitetin dhe të duket pra i thjesht, pra prapa ta ndahen, pra prishin familje, prapë shkurorzohen, por në anën tjetër i hapin rrugët, të gjitha rrugët që çojnë pikërisht në atë që ata nuk e duan. Atëherë pse tregoni të tillë? Pse tregoni të pamatur? Pse tregoni kaq jo konsekuent në artikulimin e çështjeve? O je liberal, pra nuk ta ndin dhe bësh dejuth, që themi, dejuth në gjuhën arabe, ai personi që nuk ke kur farë xhelozie, madje ndoshta sikur në popull ose vend të saktuar ku burri dhe gruaja pyesin njëri tjetrin për edhe raportet e tyre me të tjerët në aspekte edhe të intimitetit.
Ama në shumicën absolute të botës, edhe në lindje dhe në perëndim, kjo gjë është e papranueshme. Derisa është e papranueshme, pse i hap rrugën? Pse i thua mundësisë për imoralitet bujrëm, kur ti nuk e duron? Andaj, kjo është tepër interesante dhe ai tërheq këtë paralele që është të jetë interesant. Thot me shumë lehtësi, thot ti Jusuf, largohu prej këtij gjesti, respektivisht, dhe ti Zulejha kërko falje dhe kaq, përfundon gjithçka. Ti ke pas gabim dhe qëllim gabimin, por kjo let të i kalohet. Mirë po, çështja nuk përfundon këtu. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. Filloi të përhapej lajmi tashmë, sepse aty pra nuk pas ka qenë vetëm një person. Edhe këtu duhet të kemi kujdes. Kur nuk bëhet fjalë për një dhe të dytin, sidomos pra bëhet fjalë edhe i treti, edhe i katërti, edhe nëse është për mëkat, ata e zbulojnë njëri tjetrin dhe përhapet lajmi. Është shumë interesante tash, këtu janë 4 personazhe që përmenden në këtë ngjarje. Është vetë ministri, gruaja e tij, Jusufi, robi i shtëpisë, dhe ky i afërmi i gruas që qelloi në atë moment dhe dëshmoi dhe dha sugjerim fakt që si të zbulohet fajësia e njërit dhe pafajësia e tjetrit. Nga këta 4 persona, cili do të kishte interes që të përhapej lajmi. Jusufit nuk i konvenon që të thoshte se mua më kërkoi favore seksuale gruaja, por unë nuk pranova, sepse fundja ishte rob dhe kujna ti tregonte ai. Aq më tepër kur ti je i moralshëm, ti mundosh që ta humbësh edhe pse ti ke pafajësi. Në anën tjetër, ajo fajtoria, e cila u konstatua nga burri vet, dhe do të përmend edhe ai më vonë fajin e vet, do të pranoj, edhe asaj nuk i konvenon që të përhap lajmin. Shtrohet pyetja tash. Burri a e përhap lajmin? Përkundrazi. Burri mund ta përhap lajmin vetëm kur e shkullërzon gruan, kur e ndan dhe për të arsyeën e ndarjes, tregon se nuk mund ta duroj tradhtinë e saj, nuk mund ta duroj daljen e saj nga shtëpia kohë pas kohe, në orë të vona, shoqërimin e saj, telefonatat e saj, bisedat e saj, pra i zbulon të gjitha ato që ai i di, e ndoshta nganjëherë dhe i stërmadhon për të treguar se ky kishte të drejtë që e shkurrëzoi gruan e tij, por jo burri i cili ka vendosur t'ia falë mëkatin dhe ta mbaj gruan e tij nën kuror, për arsye se turpi i bie edhe mbi supet e tij. Andaj edhe ky nuk do të ishte personi që tregoi. A është fjala tash ky i katërti i cili dha mësimin se kush mund të ishte fajtor, dhe në fakt kur ky e pas se fajtor është e afërmja e tij, shtrohet pyetja, a ka pasur interes kjo që të tregoj? Si do që t'jetë. Në logjikën tonë, asnjëri s'ka mund të tregoj lajmin, por lajmi ka rrjedh. Ka dalë nga shtrati dhe ai tashmë ka marrë sistemi malin. Ai ka ecë, ai ka avancu, por mbi të gjitha në mesin e grave kjo çështje është përhap më tepër, e ato tash po habiten. Hej, gruaja e ministrit është dashuruar në robin, pra të ishte dashuruar në një njeri, përbihet diqysh, pra që ka famë, që ka autoritet, që mund t'jetë edhe ai ndonjë ministër, që mund t'jetë edhe ai me pozitë, pra të paktën të barabartë me burrin e saj, por të dashurohet në rob, në sklav, që e kanë shërptor në shtëpi, dhe është i riaj në atë kohë. Atëherë kjo kad shaghafaha hubba, kjo qenka shumë e përdalt. Në kuptimin pra në gjitha kohërat është dënuar gruaja e cila nuk ka kritere edhe në imoralitet. Pra këtu s'bëhet fjalë për shoqëri islame, nuk bëhet fjalë për shoqëri monoteiste, të besime monoteiste, nuk bëhet fjalë për ndonjë shoqëri që me shpallje kanë ecur. Këta do të kenë për mbret, për udhëheqës, dikush që thotë, unë jam zoti ju i më i madhi.
pavarësisht në atë kohë apo më vonë do të vjen ky moment, por është fjala, kjo logjik ka bizotruar në ato vende dhe në atë popull. Megjithatë, gratë e akuzojnë pra njëra tjetrën për imoralitet, aq më tepër kur cila është arsyeja që ti të dashurohesh në një njeri që nuk ka vlera, fundja po të kishte vlera ai do të ishte i lirë, po të kishte vlera ai nuk do të shite dhe blihej në treg e tjera tjera. Ilna la naraha fi dalalin mubin, e shohim atë se ka devijuar thellësisht. Pra kjo kur arrinte kruaja e ministrit, ajo preket shumë. Mirë po, falamma sami'at bi makrihin, e kur ka dëgjuar ajo me këtë dinakrinë e tyre. Arsalet ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka. Ajo do të thotë tash ju tregoj unë juve. Tash ju tregoj se çfarë ka ndodhur me mua. Tash tregoj unë dobësinë time e ju tregoj në fuqinë tuaj. Ju nuk dini kënd e kam unë aty. Pra, të nderuar të shikues, jo gruaja e ministrit. Jusufi a.s. i cili përmendëm dhe në javën e kaluar, ka pasur gjysmën e bukurisë së Ademit a.s. Ademi ka qenë më i bukur se ka kriju Allahu vetë. Dhe kemi përmend këtë ngjarje. Thuhet se Ademi ka pas 2 faza të bukurisë. Bukurinë e tij në xhennet dhe bukurinë pas mëkatimit kur ka rënë në tokë. Që është shëmtuar në një farë forme. Megjithatë, Jusufi ka pas gjysmën e bukurisë së Ademit kur është krijuar. Që i bjen ky Ademi në tokë dhe bukuria e Jusufit prap janë të barabarta. Shumë i bukur. Jusufi a.s. pra nuk mund të krahasohet. Ajo tash e bën një aheng. Dhe dëshiron të testoj ato në mënyrë praktike. Pse unë të flas? Pse unë të mundohem të sjell narracione, teorie, ka qenë, s'ka qenë, është e mundshme, s'është e mundshme, kur edhe ashtu lajmi ka marrë malin, ka ecë, dhe unë tash nuk mund ta largoj gjithashtu këtë nga vetja, hajtë tash do të provojmë një metodë tjetër. Të shohim ju burreshat e vendit, ju shohim ju kush jeni. Arsalet ilayhinna, i kaftuar ato në një darkë. Wa a'tadat lahunna muttaka'a. E ka përgatit një vend ku ato do të mund të rrinë dhe të mbështeten. Të rrinë dhe të mbështeten. Mund të themi sikur në ditët e sotme në Kulltuqe, në Kauç, në vende ku mund të ulet njëri dhe të mbështetet. Nuk është shumë më rëndësi pra se a ka qenë në këtë formë apo në atë formë, pra këtë çështja e mbështetjes e bën një anë figurative të përshkrimit që Allahu e ka pasur arsyeshme të na përmend këtu. Thot wa atat kull wahidatin minhunna sikina. Thot pasi kanë hëngur darkë, ajo ka sjell edhe pemë. Ka sjell pemë, mendohet që pema e cila është servu për mysafirët e gruas ministrit, Zulejhas, ka qenë molla, e cila ka nevojë që të qërohet. Dhe ajo natyrshëm ka sjell edhe thika të mprehta, natyrshëm për të qëru pemën, dhe Jusufin që e ka rob dhe e ka në një dhomë, në momentin kur i sëron pemët, në momentin kur ato fillojnë të qërojnë mollat, dhe kanë në dorë mollën dhe thiken. Dhe kjo është mënyrë e njohtën për ne, sidomos në vendet tona ku molla është pemë shumë e përhapur dhe e përdorim, e blejmë, e kultivojmë edhe në përoborët tona. Duke përdorë thiken, ajo i thot ukhruj alejhin, thot del tash, shfaqu, le të shohin ato.
Falamma ra'aynahu Rabb, do të detyrohet Jusufi me dal, e ato kur e kanë pa. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in huwa illa malakun karim. Ato filluan që ta madhërojnë Jusufin, kuptim, s'kan pa njëri të tillë. E shohin diçka shumë gjigant në bukuri, shumë ekstrem, njëri të pazakont. Wa qatta'na aydiyahunna, pa e hetuar, që thika e tyre, pra njeriu kur ka një mahnitje, është e vërtet, pra lajmin e mirë kur e merr, ose çfarë do që e bën të mahnitet, pra nëse ka ndonjë gjë send, edhe pse mund të jetë i shtrenjtë, e gjuan telefonin e tij, e shtrëngon, pra imagjinoj thjesht sikur kur tifozët e një ndeshje futbollistike për shembull ndjekun ndeshjen dhe jepet gol në momente të caktuar që është vendimtar ai gol. Dhe jo vetëm ata që janë në podiumet të stadiumit të caktuar që kanë shkuar për të ndjekur ndeshjen dhe për të bërë tifozëri, po edhe këta që janë nëpër shtëpia janë gjendje, njëri këset mbi tavolinën e tij, tjetri gjuan diçka tjetër, pra vërtet ndihet zhurma e tyre kur jepet ai goli i famshëm, pra është kësaj. Imagjinoni pra kush ka qenë Jusufi, kur e kanë pa, ato nuk e kanë hetu se qatta'ne pra në mënyrë masovike i kanë prej duart. Nuk është fjala njëra që i ka ndodhur se tjetër. Secila prej tyre e ka pa thikën dhe gjakun në dorën e tyre. Dhe e kanë thënë atë fjalinë e famshme, hasha lillahi, o Zot, ma hadha bashara, që s'mund me qenë njeri, in huwa illa malakun karim, kë mund të jetë vetëm ndonjë melek. E kush prej tyre ka pa melek? Asesi nuk e ka pa asnjëra meleket, pra, asnjë nuk i kemi pa, por është shumë interesant. Në gjitha kulturat njerëzore, në gjitha periudat kohore, meleku është simbol i bukurisë. E kundërta, shejtani është simbol i shëmtimit. Pra, po t'ja jepje dikujt, edhe nëse s'ka lidhje me vizatim me art, një flet në njërën anë dhe një flet tjetër në anën tjetër, dhe i thuhet, ti në imagjinatën tënde bëje qysh ty ta merr mendja, vizatoj një melek, një angel, do të mundohet me atë aftësinë e tij ta bëjë në mënyrë më të bukur. Po ti thuat hajt bëri një shejtan, do të mundohet të nxjerr kockat e tij, do të mundohet ta bëjë një kry, një kokë të shëmtuar etj, pra kjo është natyrë njerëzore. Qalet fadhalikunna alladhi lumtunni fihi. Fadhalikunna alladhi lumtunni fihi, pra kjo është ai që ju më akuzuat. Dhe tash ajo e pranon thot. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. Thot, e vërtetë është që unë e kam iniciuar takimin me te, kontaktin me te, e ky umbrojt. Umbrojt në mënyrë të pazakont. وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ. Jo që tash po dua t'ju them se s'ka qenë e vërtetë. Po ju tregoj që jo vetëm që ka qenë e vërtet, por unë prap kam në plan të bëj të njëjtën atë që kam dëshiruar, vetëm e pres momentin që të jetë më i volitshëm. Nëse ky nuk vepron çysh unë i kam thënë, pra çysh unë do ta urdhëroj kët, la yusjananna wala yakuna min as-sagirin, do të burgoset dhe do të poshtrohet. Jusufi a.s. po dëgjon këtë bisedë dhe tash këtu është shumë interesante. Ato nuk i thanë megjithatë ja zëkt koft se çfarë pas ke bë. E kundërta, u shndrua kjo në një natë krejtësisht ndryshe. Ato kanë të gjitha tash po të njëjtin synim, se cila mundohet që ta bëjë Jusufin për vete. E harrojnë çështjen e akuzës, se cila ka dëshirë që Jusufin ta ketë në shtrat. Dhe Jusufi e thot këtë fjali, dhe kjo është ajo që duhet të jetë titulli i këtij takimi, i kësaj hallke.
Do të kale, Rabbi, es-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. O Zot, për mua burgu është më i dashur se sa vepra në çfarë janë duke më thirrë. Kjo është burëria e njerëzve të vendosur. Ai do të kishte thonë o Zot, falje, rrugdalje e tjera, por sikur e kupton që ati një e keqe i është dhënë para vetes. E ajo keqe, ai ka mundësi të zgjedhë. Ato jetë imoraliteti, mëkatimi ndaj Allahut, apo do t'jetë vuajtja e burgut në mënyrë të padrejtë. Dhe ai tash thot të vuaj në burg si i burgosun padrejtësisht, për mua kjo çështje është shumë më e dëshiruar, më e pranuar se sa unë të jem në mëkat. Kush e ka këtë burri, o të ndëruar të rishikues? Kush e ka këtë vendosmëri? Njerëzit vrapojnë mas mëkatit. Njerëzit shpenzojnë, japin para për të bërë imoralitet. Njerëzit rrezikojnë të hynë në burg për të bërë imoralitet. Jusufi a.s. po hynë në burg sepse nuk po e bën imoralitetin. Jo që ky ishte i martuar dhe kishte 1, 2 apo 3 apo 4 gra, ky ishte i ri, ishte në fillet e para kur njeriu është shab, në gjuhën arabe i thuhet i ri, fjala shab vjen për fjalë zjarr. Shabbet an-naru është kallë zjarmi. Pra fjala shab, shabab shumë si pra që ka qenë mosha Jusufit a.s. është në aspektin gjusor, fjalën rini mund ta përkthejmë lirisht në gjuhën arabe si zjermi. Është njeri që është vulkan, akumulon domethënë në brendin e tij diçka që nuk mund ta përmbaj. I ri me plot kuptimin e fjalës, por i vendosur. Sepse laula an ra'a burhana rabbihi, ai i ka pa argumentet e Allahut. Aty thuhet është kënduar, është recituar ndonjë pjesë nga meleku që imoraliteti është haram. Ai ka pa këto argumente. Thuhet pra që në momentet e tilla ai ato argumente të aktit i ka pa të qarta dhe ai ka hek dorë. Nëse Allahu një gjë të tillë ka ndalu, pse unë të gjindem aty? Jusufi a.s. plot burni, Jusufi a.s. plot vendosmëri, Jusufi a.s. plot sinqeritet me Allahun xhelle xhelaluhu dhe nuk e ka fort gajle tash. Burgu nuk është problem. Për mua burgu është më i mirë se sa vepra në cilën po më thirrën ta bëjnë. Të respektuar të rishikues, ne kemi pasur çdo herë në burg njerëz të ndryshëm dhe nga të burgosurit ka njerëz që janë shumë të mirë. Pra burgu sikur shpeshherë njihet si vendi ku vuajnë dënimin njerëz që kanë bërë krime, ndonjë kriminal, ndonjë hajn, ndonjë plashketës, ndonjë keqbërës, ndonjë njeri që ka bërë minimumi kundërvajtje. Pra ka ecë jashtë normave, ka bërë veprime të pa duhura e tjera. Mirë po, ka raste kur në burg mund të jenë njerëz të pafajshëm për shkaqe ideologjike dhe që janë njerëz të mirë. Dhe ne këtë do ta shohim edhe me pjesën tjetër se si do të jetë gjendja e Jusufit në burg, pra se ai vërtet tashmë do të vendoset në burg. Ai nuk do ta dëgjojë Zulejhan, ai nuk do ta përfill urdhën e saj dhe ajo vendos që të futet në burg, e bind burrin e vet dhe natyrshëm kur përmendëm ato vlerat e pandërtuara në fe, ai burri që i kishte thënë ti largohu prej kësaj vepre, e ti kërko falje dhe vazhdojmë pra ky mentalitet e ka shumë lehtë do ta bëj padrejtësinë. Ky e kupton tash që gruaja është e padrejtë, ky e kupton që Jusufi ishte në të vërtetë, por kur gruaja i bën presion që ti ta burgosësh robën, ky thotë megjithatë është rob, pra bën edhe padrejtësi e burgos për t'ia bërë çefin gruas së tij dhe pra sikur më thon i bën një akuzë të aty paratysh me Jusufit alayhis salam dhe e fusin në burg
e ai do të qëndroj në burg felebithe fis-sijni bid'a sinin, pra në kuptimin e kësaj Allahu xhalla xhelaluhu e thot shumë qartë. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin. Jusufi alayhis salam kur i ka drejtuar Allahut ka thënë o Zot, burgu për mua është më i dashur se sa ajo që po më thirrin tash të gjitha. Illa tasrif anni kaydahunna. Nëse ti nuk ma largon mua kurthat e tyre në shumë stash, pra jo vetëm të gruas, po të gjitha mysafirat të asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin, unë pra mund të bi në mëkatin e tyre dhe bëhem nga ignorantët. Allahu thot fastajabe lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun. Allahu ju përgjigj lutjes tij dhe e largoi nga ai kurthën e tyre. Innehu huwa as-samiul alim, padyshim që Allahu e dëgjon lutjen e sinqertë dhe Allahu është i gjithdijshëm. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununhu hatta hin. E ata pasi i pan me gjithat argumentet e pan të arsyeshme që për të ruajtur nderi kinse i familjes mbretërore, ta burgosin këtë të pafajshmin, por që kë nuk ka krah dhe të mbulohet pra kësisoj e meta atyre deri në një afat të caktuar kohor. Kjo është për sonte dhe ne me gjendjen në burg të Jusufit alayhis salam dhe ngjarjet e tjera më pas do të jemi në hallkën tjetër me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu në javën e ardhshme. Qëndroni me ne dhe takohemi përsëri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.